A I gjeti një çantë të braktisur në pyll. Kur hapi, zemra ju thye në copë za. Gjatë një shëtitje në shkretirën e Kalifornisë, një burr befasohet nga një ulërim që kumbon nga një përua aty pranë. Ajo që ndodh më pas është vërtet e pabesueshme dhe reagimi i tij me siguri do të prek këdo. John e ngatëroi tingullin e mprejht me të qarën e një foshnjeje. Ai ndaloi dhe skanoi mjedisin përreth me mosbesim. Duke e pabesueshme, ai ndodhej rreth 2 milje larg qytetit, duke ecur në shtegun Lookout, një ngjitje sfiduese në Sierra Bates. Ideja që dikush të sillte një foshnjë në një terren kaq të vështirë I dukej absurde. Megjithatë, ulërima e fortë vazhdoi, një tingull I bezdisshëm që përfundonte me një rënkim të ashpër dhe të vrrullshëm. John e hodhi poshtë mundësinë që të ishte një foshnjë, por e kuptoi se diçka ndodhej në një gjendje të rëndë, ndoshta edhe në rrezik. Edhe pse ishte I vetëdijshëm se mund të përballej me një situatë të rrezikshme, ai vendosi të hetonte. Prej 2 netësh, banorët e Donville, Kaliforni, ishin ankuar për aktivitetin e shtuar të kojotave nëpër qytet. Kafshë shtëpiake po zhdukeshin dhe në zonat përreth lumit e shtigjeve të ecjes, gjurmët e kojotave ishin të dukshme kudo. Ndërsa John u mbështet mbi një gur për t'u ngjitur në një pjesë më të lartë të shtegut, dëgjoi përsëri tingullin. Në mendjen e tij, ai krijoi imazhin e një kafshë të vogël që po sulmohej nga një kojot. Ulërima e çuditshme u dëgjua sërish, këtë herë edhe më fort dhe më dëshpëruar. Ai kuptoi se tingulli vinte nga një përua në të djathtë të tij. John e njihte zonën. Në fund të përojit kalonte një përua I gjerë. Çfarëdo që të ishte, krijesa ndodhej atje poshtë. Kur arriti në pikën e hyrjes që të çonte në lugin, John ndaloi. Prej aty, shtegu zbriste e thepisur drejt përojit, pothuajse në një rënje të lirë prej 100 yardësh, përpara se të arrinte në tokë të sheshtë pranë brigjeve të tij. Nuk ishte asgjë për t'u kapur gjatë zbritjes, pa bimësi, pa gur të fortë, vetëm ai dhe aftësia e tij për të ruajtur ekuilibrin në terrenin e rrëshqitshëm. John u sigurua që gjithçka që mbante ishte lidhur mirë pas trupit të tij. Ritma kumboi sërish në ajër, këtë herë me e dobët, me e panikosur, ndoshta edhe me e pashpresë, mendoi ai. Hapi I parë ishte I sigurt, po ashtu edhe I dyti. Por në hapin e tretë, dheu I lirshëm u shkëput nën këmbët e tij, duke ja humbur ekuilibrin. Ai tundi krahët për ta rikthyer veten në kontroll, duke ditur mirë se një dëmtim në gjuhë apo kyçin e këmbës në atë moment do ta linte në një situatë vërtet të rrezikshme. Ai arriti në bregun e projit pa ndodhur asnjë aksident dhe kontrolloi me kujdes tokën përpara tij. Pikërisht atëherë pa gjurmë kojotash kudo. Kojotët që kishin lënë ato gjurmë nuk po esin në një vite drejt për drejt. Ata po bënin kthesa dhe po lëviznin përreth, duke u futur në drithrat në buzë të projit dhe më pas duke dalë përsëri në bregun ranor, duke kërkuar për diçka. John mori një kthesë dhe menjëherë vuri re 2 kojota që po hynin dhe dilnin nga uji I cekët, dhe ja ku ishte përsëri, zhurma rrënqese një kafshë të pikelluar. Por tani ishte me zbekse më parë. Instinktivisht, John e dinte se çfarëdo që të ishte, po vdiste. Tingulli e shtyu grupin e kojotave të futen në furi. Diçka ishte qartësisht e plagosur ose e pafuqishme, dhe kjo do të thoshte se ishte një pre e lehtë. Ata as që e vunë në Johnin, ai hoqi çantën e shpinës dhe më pas nxori kapelen. E kapën fort paketën në një rëndor dhe kapelen në tjetrën. Pastaj, ai eci me shpejtësi drejt 2 kojotëve. Kur ata e vërejtën, ai filloi tunde paketën dhe kapelen si një helikopter dhe bërtiti me gjithë zërin. Kojotët u tërhoqën disa hapa dhe John vrapoi deri në bregun e projit. 2 gur mbajtën poshtë një thes të madh dhe hesian. Hapja ishte nuizuar dhe e mbyllur me një litar të papërpunuar. Gjaku I ngriu në vena kur e kuptoi se diçka po luftonte brenda. Ai e përplasi dhe menjëherë filloi të zgjidhte nyjen. Pasi arriti të çlironte thesin, ai e mori dhe e çoi në tokë të thatë, ende duke qenë I kujdesshëm për të mbajtur hapjen e mbyllur. Ai nuk kishte asnjë ide se çfarë kishte brenda, dhe ky ishte shqetësimi I tij I ardhshëm. Cila mund të ishte krijesa në thes? Mund të ishte një ketër toksor ose një baldos I vogël. Sido që të ishte, ai luftoi shumë, kështu që ishte e vështirë të vlerësohej madhësia e krijesës. John gjeti një vend ku mund ta vendoste thesin
një zonë të hapur me hapësirë të mjaftueshme që ai të largohej nga rreziku i mundshëm. Kur hapi thesin, e mbajti të mbyllur me njërin këmbë dhe qëndroi drejt. Ishte tani ose kur. Ai u përkul dhe e hapi ngadalë grykën e thesit. John nuk mundi besonte syve. Nga të gjitha gjërat që ai mund kishte imagjinuar brenda thesit, kjo nuk i kishte shkuar kur në mendje. Ishte një mace e madhe shtëpiake, e mbyllur, pothuajse e ngrirë nga i ftohti dhe padyshim në këmbët e fundit. Macja ndaloi së rrotulluari dhe e shikoi vetëm. Ishte qartë azjera atshme rreth njerëzve, që do thoshte se nuk ishte një enda sakt. Dikush e kishte braktisur, më keq. Dikush ishte përpjekur ta ishte qafe në mënyrën më të keqe që mund të imagjinojë. John dhe u lotët në sytë e tij. Kush mund të ishte kaq mizor? Kutrat e macës ishin të përgjakura. Ishte humbur 2 kthetra, ndoshta nga lufta dhe gërvishtja kundër Hesianit. Kafsha ishte gjithashtu plotësisht e lagur dhe dridhej e gjitha. John e mori macën e gjoks për t'i dhënë pak nga nxehtësia e trupit, duke menduar për lëvizjen e tij të radhës. Kjo macë duhet të shkonte sa më shpejt te një veteriner. Ishte në prag të ngordhjes. John hoqi pallton e tij të ecjes dhe e mbështolli brenda macën e dobët. Pastaj ai lidhi përsëri çantën e shpinës, vendosi kapelen në kokë dhe u nis për në rrugën kryesore duke vrapuar. Ai arriti në rrugën kryesore 1 orë më vonë. Nuk ishte parë brenda palltos për të parë se si ishte macja. Ai kishte shumë frikë nga ajo që mund të gjente. Thellë në zemrën e tij, John nuk i jepte macës shumë rëndësi. Ishte shumë ftohtë dhe ajo kishte qëndruar në ujin e ngrirë për shumë kohë. Ai nuk besonte se macja do të mbijetonte, por ishte vendosur të bënte gjithçka që mundej. Megjithatë, brenda pak minutash, ai kishte arritur të bënte me shpejtësi një ndihmë. Shoferi e ftoi brenda menjëherë dhe ata vazhduan drejt qytetit me një shpejtësi që do t'i bënte vetullat e çdo polici të ngriheshin. Brenda dhomës së veterinerit, John hodhi pallton e ecjes në tryezën e ekzaminimit. Veterineri e zbërtheu me kujdes. Së pari, ai dëgjoi zemrën e macës, pastaj ekzaminoi atë nga kokat e këmbët. Kur u kthye nga Johnny, kishte një pamje të zymë në fytyrë. Ai nuk besonte se kafsha do të shërohej nga sprova që kishte kaluar. Dhe i tha Johnny se gjëja më e mirë që mund të bënin për të ishte ta nxirrnin menjëherë nga mjerimi. Por John nuk kishte ndërmend të dorëzohej. Ai ofroi të paguante për çdo trajtim që kishte nevojë macja dhe u lut veterinerit që të paktën ta provonin. Ndërkohë, ai kishte denoncuar krimin te autoritetet vendore, por ato fatkeqësisht i kishin thënë se nuk kishte kamera në pyll dhe as përreth asaj zone. Çdo kush mund ta kishte braktisur atë macë dëgjor, dhe duke pasur parasysh se thesi ishte zhytur për një kohë, nuk kishte asnjë mundësi të rikuperoheshin prova nga plura. 3 javë më vonë, ai ngjiti shkallët e vilës së tij për të hyrë në dhomën e tij të gjumit. Kur hapi derën, i buzëqeshi tufës që ishte shtrirë në mes të krevatit. Garfield, siç e quante macën, Gingerfield, që kishte shpëtuar nga të ftohtit dhe kojotat, ishte mbështjellë në mes të shtratit si të ishte vendi i tij. Ai hodhi një vështrim nga John, bëri një zhurmë dembele dhe mbylli syt përsëri. Ai kishte gjetur përsëri vendin e tij në botë dhe këtë herë mbante atë deri në fund të ditëve të tij. John qëndronte te dera, duke parë Garfield të zhyte në komoditetin e një shtëpie të ngrohtë dhe të dashur. Udhëtimi kishte qenë i mundimshëm, por ndërsa dëgjonte gërvishtjen e butë të macës, ai e dinte se e kishte vlejtur çdo hap. Lagët në putrat e Garfield kishin filluar të shëroheshin dhe leshi i tij, dikur i lagur dhe i papastër, tani shkëlqente në rrezet e diellit që kalonin përmes dritares. Që nga ajo ditë, John e bëri një qëllim të ecte rregullisht në shtegun e vëzhgimit, jo vetëm për pamjet befasuese, por gjithashtu për të siguruar që asnjë thirrje për ndihmë nuk do të kalonte pa u dëgjuar. Dhe sa herë që kthehej në shtëpi, Garfield e përshëndeste dhe dera, një dëshmi e gjallë e fuqisë dhe mshurisë në një botë që ndonjëherë harronte kuptimin e saj. Në shpëtimin e Garfield, John kuptoi se ai kishte shpëtuar dhe një pjesë të vetes, dhe së bashku ata kishin krijuar një lidhje që as koha dhe as vështirësitë nuk mund ta prishnin.